Përshëndetje, jemi së bashku në një tjetër puntat tek të rinjt për të rinjt. Do diskutojmë sot për një temë mjaft të rëndësishme për historinë dhe kulturën e vendit tonë, toponimia dhe mikrotoponimia e zonave ku jetojmë. Nxënësit e klasës së 12D të shkollës Themistokli Gërmenji kanë realizuar një projekt kërkimor të detajuar duke u lumtuar për emrat e vendeve dhe origjinat e tyre. Ata gjithashtu kanë krijuar produkte mjaft të rëndësishme, si fjalor, albume, si dhe një faqe interneti për promovimet e këtyre emrave. Do të jemi së bashku me këta nxënës me të cilët do diskutojmë më tepër rreth këtij projekti. Do të jem tani në studio me dy prej tyre, Klevisa Sejtlari dhe Adelion Dukati. Përshëndetje. Faleminderit që e pranuat ftesën tonë. Do diskutojmë më tepër në lidhje me këtë projekt, por përpara se të nisim do doja nga secili për jush një prezantim për veten, dëshirat dhe pasionet tuaja. Faleminderit për ftesën. Unë jam Klevisa, e apasionuar shumë në fushën e komunikimit, në shkencat sociale, argëtuese, muzikën, televizionin, të gjitha nga pak. Leximin e librave, po. Po ti Adelion? Përshëndetje, unë quhem Adelioni. Disa nga hobit e mia, mund të themi, janë më shumë pjesa e teknologjisë edhe fushat shkencore siç janë matematika apo edhe fizika, cilat mendoj edhe të vazhdoj më tej studimet. Po, faza e parë është lumtimi dhe planifikimi i projektit. Si u zgjodh tema dhe çfarë ju tërhoqi nga kjo temë? Tema ndodhi shumë rastësisht dhe ishim një mendje të gjithë, duke qenë se ne në shkollën tonë, në klasë më saktë, kemi një larmishmëri të zonave nga vim, nga vende të ndryshme, jo vetëm brenda Korçës. Në bisedat tona shpeshherë përmendim emra të ndryshëm nga vendet nga vim dhe gjithmonë kuriozoheshim akoma më tepër. Dhe e pam të arsyeshme që një projekt këtë matur, këtë vit shkollor, ta realizonim lidhur me toponimet dhe mikrotoponimet e zonës nga vim. Ne diskutuam si klas, e diskutuam dhe me mësuesen, asaj i pëlqeu dhe aprovoi dhe pastaj filluam njëherë nga puna. Po, kjo edhe për ty Adelion. Ju keni bërë një punë kërkimore, siç u përmenda edhe pak më lart, por çfarë ishte diçka që surprizoi më shumë gjatë punës tuaj kërkimore? Diçka që ju la më shumë përshtypje? Ajo e cila ishte diçka që na la përshtypje ishte momenti kur filluam me identifikimin e këtyre toponimeve dhe mikrotoponimeve të zonave ku banonin, pam se sa shumë nga këto toponime kishte në secilën zonë dhe sa shumë u bën në përfundimin e projektit dhe doli një projekt shumë i madh, më shumë se ç'e mendoni. Mua më pëlqeu më shumë pjesa që do të ishim gazetar të vërtet. Po e themi sepse nisëm pa diskutime punën në terren dhe ishte për mua një nga etapat më të bukura të gjithë projektit. Po, ju funksiononi në grup, pra keni një grup që organizoheni me temën tuaj përkatëse, por a ishte vështirë ndarja e detyrave dhe si e menaxhuat këtë pjesë? Në fillim ne nisëm të punonim individualisht për të bashkëngjitur edhe metodologjinë këtu. Nisëm si me intervistën, si me foto dhe video të tjerë, nisëm në punë individuale dhe analizën. Më pas, filluam që të ndaheshim në grupe në mënyrë për të organizuar akoma dhe më mirë, sepse kishim ngjashmëri në emërtimet e mikrotoponimeve, toponimeve dhe analizën e tyre. Një nga arsyet pse u bën dhe u organizom në grupe ishte edhe afërsia që kishin dhe zonat bënin pjesë në njësinë administrative, pra zonat që ishin pjesë e njësive administrative të njëjta u bën bashkë si grupe në mënyrë që të bëj një grumbullim më i mirë i këtyre toponimeve dhe një analizë e mirëfillt. Nuk ishte shumë e vështirë. A kishte ndonjë ide përpara se ta nisim të projektin mbi toponimet dhe mikrotoponimet? Apo ishte gjithçka e re? Unë personalisht toponimet i kam dëgjuar në lëndën e letërsisë, kur bënim ato analizat edhe kishte emra vendesh dhe mësuesja thoshte që ky quhet toponim, sepse tregon emra vendesh. Pastaj për sa i përket mikrotoponimeve, klasifikimit, llojeve të tjerë, nuk di asnjë gjë, e mësuam gjatë projektit dhe kjo na ndihmoi shumë. Ajo që na ndihmoi të kuptonim më shumë mbi toponimet dhe mikrotoponimet ishin literaturat që ne përdorëm për analizimin dhe për klasifikimin e këtyre llojeve të toponimeve dhe me anën e kësaj analize dhe studimit të literaturës arritëm të kuptonim se çfarë ishin toponimet dhe këto mikrotoponimet. Po, pasi bëhet grumbullimin e të gjitha toponimeve, mikrotoponimeve, ti më përmend pak më parë pjesën e klasifikimit, si arritët i klasifikonit ato?
Në fakt ne u përpoqëm të gjenim burime të sigurta dhe të sakta që do na shërbenin për analizën e gjithë materialit që ne kishim dhe të dhënave. U përpoqëm shumë në bibliotekën e shkollës, të qytetit, mësuesja na ndihmoi pastaj me literaturat që e saj, të bibliotekës së saj. Një literaturë ishte ajo e Gjovalin Shkurtaj, onomastika dhe toponimia. Dhe aty ishin të paraqitura me detaje në mënyrë të hollësishme të gjitha përkufizimet, klasifikimet, llojet e ndryshme. Dhe ne duke lexuar materialin, duke bërë dhe analizën pastaj me të gjitha emrat që ne kishim aty. Po për t'ja Delion, kjo ishte besoj një përmbledhje. Një përmbledhje e kësaj pune që kemi bërë. Po. Ne dim që vendi jon ka kaluar disa pushtime, kemi ndikime nga gjuhët e tjera, po ndoja të kalonin pak në ndikimet nga gjuhët për shembull si turqishtja, mbi këto toponimet. A keni vënë ndonjë ndikim të dukshëm nga këto gjuhë të huaja mbi toponimet e vendit tonë dhe mikrotoponimet patjetër? Po, për shembull emri Sovjan, fshati Sovjan. Sovjan bazuar në burime të sigurta vjen nga slavishtja, që do të thot farishte, kallamishte, për shkak të edhe të kulturës që kultivohet në Sovjan, kallamishtet për shembull. Për Adelionin pastaj për sa i përket zonës sime, Bullgarecit është një zonë që mendohet emërtimin ta ketë marrë nga disa shtetas bullgar të cilët u vendosën në periudha të mëparshme në këtë zonë dhe bën themelimin e këtij fshati duke i vendosur këtë emërtim. Pra mendohet që Bullgarec është një emërtim i përshtatur në shqip ka fjala bullgar. Prandaj po nuk është se është një burim shumë i sigurt, po që është diçka. Po, me sa shoh ju keni kërkuar dhe i keni studiuar të gjitha këto detaje, por keni vënë re ndonjë ndryshim të këtyre toponimeve ndër vite dhe si mendoni çfarë i ka ndikuar ato? Për sa i përket zonave që ne studiuam, nuk është se kishte shumë toponime që kishin ndryshuar me kalimin e kohës, por një që mund të themi ishte në zonën e Lumalasit, mos gaboj, ishte një toponim i cili në fillim quhej Shavaret dhe më tej pasi ky person u largua nga kjo tokë, erdhën persona të tjerë të cilët u munduan që ta ndryshonin emërtimin, por që e vendosën Arat e Çakos, por që të dyja emërtimet u mbajtën përsëri. Po, përpjekje për t'i asimiluar, por edhe rezistencë për të qëndruar. Unë do shtoja edhe një gjë tjetër, më kujtua tani, jo tek mikrotoponimet e mia, po për shembull termi mahalla e Kripës. Për shembull, që kanë ndikim nga turqishtja. Sepse ne sot nuk e përdorim fjalën mahall, po përdorim fjalën lagje. Po, mund të gjejmë shumë fjalë të tilla që kemi me ndikim. Pasi bët edhe grumbullimin, klasifikimin, studimit, vjen te ajo faza përfundimtare që duhet të përgatitet gjithë materiali për prezantim. Si kaluat ju në këtë proces? Proces i gjatë. Shumë i gjatë, kërkoj kohë për kushtim dhe imprinim pa diskutim, një vëmendje të jashtëzakonshme për analizën e tyre, për klasifikimin, për ndarjen në bazë të grupeve të caktuara. Ne na ndihmoi dhe pjesa që u ndam në grupe. Shumicën e punës ne e bëm në mënyrë individuale, po kur u bashkuam në grup, pastaj filluam që ti rishikonim edhe një herë akoma më mirë ato. Edhe pjesën e produkteve, hodhëm ide të reja se si të krijonim dhe produktet përfundimtare për paraqitjen dhe prezantimin e projektit. Po, nëse mund t'i tregoj akoma me detaje se si kemi klasifikuar. Për shembull, nga lista e gjatë e mikrotoponimeve që ne gjetëm, ato i klasifikuam si toponime, mikrotoponime, në bazë të llojeve të tyre, hidronime, oikonime, oronime, që klasifikohen si emra që tregojnë emërtime të zonave ujore, të vendeve, të qyteteve, krajinave si oikonimet, oronimet që tregojnë relievin. Dhe pastaj kishte edhe nën klasat të tjera, për shembull mikrotoponimit në bazë të fesë, në bazë të ngjyrave, në bazë të fjalëformimit, në bazë të treguesit të një objekti të veçantë. Po. Të gjitha të detajuara, shumë klasifikime, po. Dhe analizën, mos harrojmë dhe analizën semantike, morfologjike, sintaksore, sepse ishte një projekt në lëndën e gjuhës shqipe, kështu që nuk mund të mungonte. Patjetër. Pasi bëm këtë mbledhjen e këtyre toponimeve, identifikim të cilin e bëm me anën e burimeve anonime, siç janë mosha e tretë, të cilën na ndihmuan për identifikimin e këtyre toponimeve dhe pasi bëm këtë analizë të detajuar siç tha edhe Klevisa, menduam që këto toponime që kishim identifikuar t'i përmbledhnim të gjitha në një fjalor.
Pra produkti juaj është fjalori. Një nga produktet e tjera, patjetër ju do më shpjegoni edhe pak më vonë të gjitha produktet, por para se të kalojmë tek produktet, do të pyesja pak, a keni arritur ta bëni këtë prezantimin edhe tek miqtë e tjerë në shkollë, nëpër klasa dhe si kanë pritur të tjerët të projekt? Çfarë mendimesh ju kanë dhënë? Nga eksperienca ime, ne kemi patur orë në shkollë që merreshim me projektin, duke punuar, duke hequr, shtuar materiale që na duheshin dhe vinin dhe shok dhe shoqe nga klasat e tjera, edhe çuditeshin, në fillim e shihnin dhe ju pëlqente shumë si gjë, sepse kishte gjëra të reja, emra të rinj, njohje të vendit, nuk është se po flasim për vende shumë të njohura të tjerë, por dhe ato bënin diferencën sepse kishte të tjera, gjëra të reja, gjëra të pazbuluara më përpara. Përveç nxënësve, kishte edhe reagime nga profesorët, të cilët reagonin pozitivisht ndaj këtij projekti dhe vazhdimisht ne na pyesnin se si po ecni me punën që po realizonim. Mos harrojmë që kemi dhe bashkëpunimin me mësuesit e departamentit të gjeografisë, historisë, kujdes turistike. I kemi pasur një ndihmëse edhe ata, sepse projekti jon ishte një projekt ndërfushor, ndërlëndor, përfshinte shumë fusha të jetës, jo vetëm gjuhën shqipe, gjuhën në tërësi, po edhe gjeografinë, edhe historinë, edhe guidën. Duke se përmendëm pak më parë këtë produkte, të ndoja që të më bënit pak edhe këtë një përmbledhje të produkteve tuaja, duke qenë se më thatë se keni disa. Produktet tona vijojnë si fjalor, album me fotografit, sepse ne i fotografuam të gjitha mikrotoponimet që kishim, fjalë kryqe, një moment argëtues që të gjithë do e pëlqenin, edhe hartat. Hartat të cilat i konkretizuam akoma më tepër të gjitha lokacionet apo vendodhjen e këtyre mikrotoponimeve dhe në fund një faqe webi. Për ta prezantuar edhe në mënyrë digjitale të gjithë. Kjo faqe webi është një faqe e cila mund të aksesohet nga të gjithë dhe është ndërtuar në bazën e një fjalori, por në mënyrë digjitale, ku vetëm jo vetëm mund të gjejmë këto emërtimet dhe shpjegimet për çdo emërtim, por mund të shikojmë edhe imazhe të këtyre duke bërë më interaktive. Përveç kësaj kemi edhe një forum i cili është i hapur për të gjithë, ata të cilët duan që të shtojnë toponime të tjera në lidhje me zonën ku ata banojnë, pra është një web i hapur. Po janë të lirë që ta bëjnë. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Përpara se t'ju le të largoheni, dua një mesazh për ju për të rinjt. Unë do thoja, është shumë e rëndësishme që vlerat të cilat ne kemi të trashëguara, t'i ruajmë ato dhe t'i trashëgojmë edhe tek brezat e ardhshëm. Marrim ambicie dhe nga projekti që ne kemi, një risi shumë e madhe dhe shumë e bukur që na jep një mesazh të gjithëve, t'i ruajmë ato çfarë kemi, si në aspektin gjuhësor, historik, gjeografik, është pjesë e kulturës, kështu që ne nuk mund t'i heqim ato nga kultura jonë. Është e rëndësishme të theksohet edhe se ky projekt nuk është se është përfunduar nga ne, por mund të vazhdohet edhe nga të tjerë, pra mund të plotësohet nga të tjerë dhe është e rëndësishme sepse me pasurimin edhe më tej të këtyre toponimeve, me njohjen më shumë të zonave, mund të arrijmë që vendet të cilat kanë toponime të pasura të arrijnë të jenë kandidate edhe për zona turistike që mund të zhvillohet turizmi. Unë ju falenderoj shumë edhe një herë dhe ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit ju. Kemi mbërritur në fund të kësaj pjese të parë, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, të rikthehemi me të rinj të tjerë për diskutuar më tepër drejt këtij projekti. Jemi rikthyer sërish në studio tani me dy vajza të tjera të cilat kanë qenë pjesë të këtij projekti. Laerta Misliu dhe Megi Potka. Përshëndetje vajza. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Dhe ju faleminderit për ftesën. Ju kishit dy zona të veçanta, Megi zonën e Lavdarit dhe Laerta zonën e Korçës. Çfarë ju surprizoi më shumë, çfarë ishte diçka që ju bëri më shumë përshtypje nga zonat të cilët ju bët kërkimet? Personalisht ajo që më bëri më shumë përshtypje në sër projekti fillimisht është fakti që ne këtë punë projekti e filluam nga rreth 1 milion më i ngushtë. Faza e parë e këtij projekti ishte intervistimi familjarëve tan, kryesisht moshës së tretë, dhe pra këtë identifikimin e parë të toponimeve që ne bëm duke pyetur familjarët tan. Dhe më pas kjo interviste thjesht le të themi që u bëm familjarëve tan, kaloi më pas në punë në terren, duke shkuar në për vendet të cilat ndodhen këto toponime, apo gjithashtu dhe ato analizat të cilat ne bëm, statistika dhe të gjitha.
Meki? Atëherë për sa i përket zonës ku unë zgjodha, pra ku unë banoja, Lavdar, një mikrotoponim që më bëri shumë përshtypje ishte Kroi i Bubës, që ishte një mikrotoponim me emërtim onomatopie, nga onomatopia bu. Dhe kjo ishte gjëja që më bëri më shumë përshtypje, po. Çfarë metoda përdorët gjatë kërkimeve tuaja? Për sa i përket metodikës që mendoqëm, siç e përmenda pak më parë, fillimisht filluam punën në terren, dhe më pas duke qenë se secili në fillim kreu punën në aspektin personal, më pas u bashkuam për grupe për të kaluar në analizë më të thellë që do t'i bënim këtyre toponimeve, klasifikimin e tyre, emërtimin e tyre, një analizë semantike, morfologjike, fjalëformuese dhe sintaksore, të cilat i bëjmë këtyre toponimeve, secili në bazë të toponimeve që kishte mbledhur për zonën përkatëse. Dhe kjo paga shumë. Po. Megi, dhe ti besoj në këto metodika? Po, në këto metodika. Po. Unë e përmendëm pak më parë që keni bërë intervista si fillim nga pjesa familjare dhe më pas keni kaluar te persona të tjerë. Çfarë tregime që treguan ata? Çfarë gjëra të reja mësuan nga persona ndoshta të moshën të tretë që kanë parë dhe kanë kaluar në disa ndryshime që mund të ketë përjetuar gjuha janë? Tani, fillimisht gjë që duhet të përmendim është që ne me toponimet jemi hasur ditë për ditë në jetën tonë. Dhe ne për një pjesë të tyre kishim njohuri, por nuk dinim rreth historikut të tyre. Kështu që ky projekt na ndihmoi saktësisht dhe të njiheshim me më shumë prej toponimeve të cilat bëjmë personalisht pjesë në zonën e Korçës, gjithashtu dhe historikun e tyre. Një toponim tepër interesant ishte Kulla e Hirit. Historinë e saj ne mësuam nga individ të komunitetit egjiptian dhe historia ishte vërtet shumë e lezetshme, nuk e prisnim domethënë nga historitë e tjera që kemi dëgjuar. Pritej meratës është historia më interesante. Besoj se kjo ishte më interesante. Mund të na i shpjegosh pak shpejt. Beu, e bia e Beut në fakt, u dashurua me një individ të komunitetit egjiptian dhe babai për ta ndaluar këtë e mbylli atë në një kull. Më pas kulla u doq dhe mbeti vetëm Hiri. Prandaj dhe zona sot ka marrë këtë mikrotoponim me emrin Kulla e Hirit. Po, Megi? Dhe unë si që thash, përsa i përket zonës që kisha, Lavdarit, ishte ai mikrotoponim, Kroi i Bubës. Mund të flasim tani pak për pjesën e klasifikimit të gjitha toponimet, mikrotoponimet, si ardhët në këtë proces? Fillimisht ne sigurisht që u bazuam në literaturë. Sigurisht na ndihmovi profesorja jon duke na orientuar se në cilat libra duhet të fokusoheshim dhe ku mund të gjenim burimin më të sigurt. Pasi ne le të themi që u bazuam në shumë burime, por sigurisht që duhet të zgjidhim atë më të sigurtin në mënyrë që edhe projekti të dilte në mënyrë më dinjitoze. Prandaj literatura e cila ne me cilën kryesisht punuam ishte onomastik dhe lingvistik e profesor doktor Gjevalin Shkurtaj. Por gjithashtu dhe me ndihmën e departamenteve të historiografisë apo kujdes turistike në shkollën tonë, të cilën gjithashtu na u bën një ndihmë në këtë projekt. Unë shoh që keni dy produkte këtu, njëri është një album dhe tjetra është një fjalor. Do doja pak na bëni një prezantim të produktit që ju keni këtu në tavolinë. Po, grupi i Korçës specifikisht solli produktin e albumit. Që është shumë interesante sepse kemi kemi filluar fillimisht me një shprehje, me një slogan i cili do të rishte vëmendjen tek individët të cilët do ta shfletojnë këtë album. Dhe më pas kemi shfaqur me foto secilën prej toponimeve të cilat ne kemi identifikuar gjatë këtij projekti. Po. Unë e hapa pak më parë dhe ishin pak a shumë të gjitha zonat e Korçës. Keni bërë një punë shumë të mirë. Siç e thash, një pjesë të tyre ne i njinim, por nga kjo intervista që ne zhvilluam me familjarët, zbuluam se në fakt nuk i dim të tëra saç ne besojmë se dim. Po, mund të flasim pak për fjalorin? Po, për sa i përket fjalorit, këtu janë toponimet e Korçës dhe rrethinave të saj. Pra ne kemi përfshirë edhe zonat e tjera, jo vetëm qarkun e Korçës. Këtu kemi një përmbledhje dhe ky fjalor është realizuar sipas rendit alfabetik, pra janë të ndara. Dhe kaq.
pra nuk kemi pamje vizuale, është thjesht një fjalor me të gjitha toponimet, mikrotoponimet janë të shpjeguara besoj? Po, janë të shpjeguara. Mund të lexoj. Mund të më lexosh. Disa, po. Ne përmendëm të pak më parë që këtë fjalor mund ta gjejmë gjithashtu edhe në faqja e website-it të cilën ne kemi krijuar, kështu që i aksesueshëm për të gjithë. Okej, Ara te Çakos është një antroponim, quhet kështu sepse i referohet një vendi me Ara që lidhet me këtë person. Artistikja është sërish një antroponim, ndodhej në rrugën Antoni Athanas, e cila është një ndërmarrje ku prodhohen produkte të ndryshme si qeramike, qëndisje, puni me bakri, piktura e të tjera për vite me radhë gjatë viteve 50 dhe 90. Pa. Sa mirë që i kemi kështu dhe të shpjeguar edhe kemi mundësi, jo vetëm ju që keni bërë kërkime, por edhe një të tjerë që nuk i kemi bërë të kërkime të arrim të njihemi me to. Po kjo ishte një nga synimet e projektit tonë në fakt, që ta bënim të gjithë përfshirës. Po. Unë e përmenda pak edhe në intervistën e parë, pjesën e ndikimeve që mund të ketë pësuar gjuha jonë me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, me pushtimet e ndryshme që na ka ndodhur. A mund ta përmendi disa toponime apo a ka patur gjatë punës tuaj kërkimore ndonjë fjalë që keni parë që ka një prejardhje të gjuhëve të tjera? Grupi Korçës kemi hasur shumë toponime të tilla, kryesisht toponimet fetare, si për shembull mund të marrim Shën Triadën, titulli Shën që përdoret për individët e shenjtë, për profetë në fenë e krishterë, dhe Triada që vjen nga fjala greke triada, që qëndron për trininë e shenjtë. Kemi Shën Mërin, Shën titulli përsëri, dhe Maria që është emri i nënës së Jezu Krishtit. Kemi Mitropolin, Mitro që do me thënë nën që është një nga titujt më të lartë në administratën krishtere, dhe Polis që do me thënë qytet. Dhe Bombonerin mund të përmendim gjithashtu, me të cilën jemi më të asur zakonisht, që është përsëritje fjalës frënge bon, që do me thënë e mirë. Besoj se dhe zona Lavdari do të ketë fjalë të cilat kanë ndikime të gjuhëve të huaja. Ti mund na lexosh disa prej tyre? Po. Me sa shoh që janë shumë, po? Mund na lexosh thjesht disa prej tyre? Në fakt ne nuk i kemi me prejardhje nga gjuhët e tjera. Kolas, quhet vendi ku është i vendosur një çezë. Mund të përmendim Schuller, që do të thotë çfarë prejardhje kanë këto fjalë, nëse kemi ndonjë informacion? Këto janë quajtur. Nëse përmendë që nuk kanë lidhje me gjuhët e tjera. Këto i kanë quajtur e njerëzit më përpara. Pas me kalimin e kohës kanë ndryshuar. Po, kanë ndryshuar. Do të thënë ende njihen me këtë emër, por që sërish ka pak modernizim të këtyre. Po. Mund të lexojmë disa tjera? Prekop është quajtur kështu sepse ka qenë lagje, rrugë e madhe, dhe kjo rrugë bënte lidhjen që njerëzit të kalonin në Korçë ose në vendet e tjera. Dhe prandaj ka marrë këtë emërtim. Mund të themi edhe Urën e Madhe, është quajtur kështu sepse ka një lartësi shumë të madhe. Dhe poshtë ka një lum. Një lum, okej. Në rregull, unë falenderoj shumë për të gjitha informacionet që dat këtu. Faleminderit ju. Përpara se të largoheni, patjetër një mesazh për të rinjt. Mesazhi im është që gjitha projektet që vendosni të merrni përsipër duhet t'i organizoni dhe t'i përfundoni dhe t'i punoni të gjitha me përkushtim të plot, sepse e dim, jemi një brez që i marrim projektet përsipër, po jo gjithmonë fokusohemi dhe ju japim rëndësi atyre. Po me një mesazh. Unë dua të jem shumë e shkurtër, thjesht duhet të jemi vetvetja, dhe pse jo të eksplorojmë në fusha të ndryshme, mos jemi të përqendruar vetëm diku, sepse mund të jemi universal. Po, shumë dimensional. Po. Ju falenderoj përsëri dhe ju uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, por përpara kësaj do doja të bëja një falënderim për sponsorin e emisionit ton, Nik Optika. Nik Optika ofron vizita me aparatura të një teknologjie të lartë, xhama e syzeve gjithashtu me një cilësi të lartë si dhe syze dielli nga markat më të njohura. E gjeni shumë thjesht në pedonalen e qytetit. Ju ftoj të gjithë të kaloni dhe të hidhni një sy të gjithë larmishmërinë që ata ofrojnë. Rikthehemi shpejt me të ftuar të tjerë. Jemi rikthyer sërish në studio në 2 nxënësit e fundit të këtij projekti që kemi sot me ne në studio. Jemi me Reje Lefteriu dhe Armela Hoxhallari.
Përshëndetje. Faleminderit ju që e pranuat ftesën tonë. Për të kaluar më njëherë tek pyetjet e projektit, doja të bënit një prezantim për veten tuaj, dëshirat dhe pasionet. Atëherë unë jam Armela Xhallari, dhe hobi im, si ta themi, është sporti. Ndaj dhe shkolla që dua të vazhdoj është Akademia e Forcave të Armatosura, që është ushtar. Sami. Përshëndetje, unë jam Rej, unë jam shumë i fokusuar në fushën e shkencave dhe të teknologjisë, dhe shkolla që do të vazhdoj është informatika tek Universiteti i Tiranës. Okej, le të kalojmë tani tek pjesa e projektit. Unë dua ta nis me çfarë ju la më shumë përshtypje nga ky projekt. Çfarë ishte diçka që ju duk më interesante gjatë kërkimeve tuaja? Atëherë, gjatë projektit, ky projekt është një studim shkencor i thelluar që ne bëm dhe kuptohet që kishim shumë gjëra interesante. Mua më pëlqeu fakti se ishte interesante gjatë projektit, jo për të dalë pa nga pjesa e toponimeve, se si ne u bashkuam dhe punuam të gjithë së bashku për të sjellë një projekt tamam cilësor siç duhet të jetë. Pra fryma e grupit. Fryma e grupit. Okej. Armela? Gjithashtu edhe unë bashkëpunimi që ne kishim me familjarët, ishte një gjë interesante, sepse gjyshit dhe gjyshet na treguan se për këto toponime që ne nuk i njihnim më përpara. Unë kisha tek pyetja më vonë këtë pjesën e të afërmeve dhe historive që ata ju kanë treguar, nëse do keni diçka për të shtuar, patjetër që do e shtoj më pas, por unë tani dua të flasim pak për metodikat, pjesën e metodave që ju përdorët gjatë punës tuaj kërkimore. Atëherë, siç e përmendën edhe shokut që ishte më përpara, si fillim nisi puna në terren edhe tek familjarët. Ne intervistuam ata për toponime që kishim afër zonave të ku banonim, që mos shpërndaheshim shumë, që të kishim të lehta për t'ia mbledhur informacionin dhe fotot. Më pas ishte marrja e fotove dhe videove, e më pas bëm një analizë duke u bazuar në literatura e profesor doktor Gjovalin Shkurtaj, ku ne i ndam dhe i studiuam nga ana semantike, morfologjike, fjalëformuese dhe sintaksore. Gjithashtu kishte edhe terrene të vështira që ne hasëm, por me ndihmën e shokëve me mjete si droni që morëm në disa vende foto. Pra kemi dhe mjete tjera si dronët. Shumë interesante. Le të kalojmë pak tek pjesa e klasifikimit të toponimeve dhe mikrotoponimeve. Si kaluat në këtë proces? Atëherë, ishte shumë e rëndësishme, siç e përmenda, literatura, sepse aty ishin të shpjeguara mjaft me shumë detaje, dhe secili nga nxënësit e klasës i bëri personalisht toponimet që kishte marrë përsipër, i bëri në një analizë të thelluar. Ato ndahen, ka shumë lloje, ndahen sipas disa kritereve. Mund të themi që më të shpeshtat që u hasën ishin antroponimet dhe oronimet. Antroponimet vinë nga emërtojnë vendet që kanë emra të përveçëm, pra emra njerëzit, siç mund të jetë Çezma e Amzës, që ndodhet në qytetin e Korçës, kurse oronimet vinë nga tiparet e relevit. Po, unë shoh që kemi edhe një grafik, të cilin mund ta shpjegojmë. Atëherë, grafiku ishte një nga punët e fundit që nuk prezantonte vetëm grupet, po të gjithë klasën. Unë u mora me grafikun dhe pasi të gjithë analizat dhe prezantimet mbaruan, mua më dërguan këto punë dhe unë i ndava të gjitha një për një dhe i numërova në mënyrë që të krijoja me anë të Excelit, që është shumë e lehtë dhe mund ta bëj secili, për të krijuar grafikun dhe për të ndarë, domethënë për të parë se cilat ishin më të. Grafiku mund t'i Po, atëherë kemi 14 janë hidronimet, që vinë nga emërtimi i zonave që kanë lumenj ose krua, toponimet historike që vinë nga ngjarje historike, toponime fetare që kanë të bëjnë me shumë me ndërtesat fetare si xhamit apo kishat, toponime agrare që vinë nga fabrika më së shumti ose zona ku prodhoheshe diçka. Kemi oikonime që vinë nga që emërtojnë zonat, emrat e lagjeve për shembull, ose të vendbanimeve. Kemi antroponime që, siç e thash, vinë nga emrat e përveçëm. Kemi oronime që vinë nga emrat që tregojnë tiparet e relevit. Kemi fitonime që kanë emra kafshësh, domethënë nuk ishim shumë, po ishte më duket kopshti i lepurave, nëse zgabohem. Toponimet me fjalë të huazuara që e kemi përmendur, që vinë nga gjuhë të tjera. Kemi faunotoponime që kanë emra bimësh, si fik, ftua, moll. Kemi toponime antonimike që në pjesë të ndërtimit të tyre kanë mbiemrat i vjetër apo i ri, domethënë që përcaktojnë diçka që, domethënë për shembull, marrim për shembull pazarin e vjetër të Korçës. Ai është rekonstruktuar, por përsëri emri ngjelet pazari i vjetër i Korçës. Ky është toponim antonimi. Kemi apelativat që formohen nga emra të përgjithshëm. Kemi toponime mitologjike, siç ishte Kulla e Hirit, pasi vinte nga një mit.
Dhe kemi toponime me numëror që kanë pjesë ndërtimit tyre numëror, siç mund të jetë për shembull trekëndshi. Po, kjo është shumë interesante për pjesën e grafikut. Armila, nëse kemi diçka për të shtuar? Siç e tha dhe Rej, kishim çizma e dërave, që është një faunotoponimi, që vjen nga emra kafshësh, pra derë. Okej, le të flasim pak tani për pjesën e huasimeve, fjalëve me ndikim të huaj. A kemi disa shembuj? Po, në zonat tuaja? Po, ne kishim një ndërturim me gjuhën turqisht, pra mahallë, që në shqip do të thotë lagje. Lagje, po. Kurse për sa i përket zonës së Korçës, edhe pak më parë ishte bomboneria edhe shëntrialla. Ne përmendëm pak më parë pjesën e historive ose të intervistave që ju patët mundësi të kishit me persona të tretë. Që mund të themi pak për pjesën e historive ose atyre toponime dhe emrave që ju i la më shumë përshtypje, ndoshta një histori që ishte më interesante? Atëherë në fshatin Bullgarec ishte ura e Lamtumirës. Kjo urë të çonte tek varrezat e fshatit, ndaj dhe kanë quajtur ura e Lamtumirës sepse aty njerëzit jepnin Lamtumirën e fundit. Edhe ishte. Kurse unë mund të përmend diçka që nuk ishte asur, ishte pallati kinezëve. Kjo ka marrë këtë emër për shkak se inxhinieri që ndërtoi këtë pallat ishte me prerje kineze, flasim në periudhën e diktaturës, kur kishte marrëdhënie me Kinën. Po. A kishte diçka ndoshta gjatë punës tuaj, qoftë në grup, diçka që hasët vështirësi, një sfidë, një moment i vështirë? Mendoj se pjesa më e vështirë ishte pak komunikimi, sepse duke qenë se ky ishte një studim, duhet që të ishim pak detajistë dhe të merrnim mos lënim gabimet. Dhe jemi kthyer disa herë analizimit, derisa arritëm në një diçka të saktë. Po, përfundimtare. Gjithashtu në zonën e Baçit ne kishim pak terren të vështirë ku nuk mundëm t'i fotografonim dot dhe vetëm si histori e kemi. Po, për shkak të terrenit. Gjithashtu fundish, përveç këtyre produkteve, ju keni gjithashtu edhe një website, një faqe interneti, nëse mund të themi diçka edhe për të? Atëherë, duhet të themi që ky website do të jetë lehtësisht i aksesueshëm pas pak kohe, dhe duam të ftojmë të rinjt, po jo vetëm që të marrin pjesë në forum dhe në qoftë se ky website që është dhe fjalor në vetvete, do të ketë ka 37 faqe, pse jo ta bëjmë 100 ose më shumë. Po, ta zgjeroni akoma më shumë. Siç e tha dhe Rej, në këtë website të jemi të gjithë të aksesueshëm ku mund të mos i lëmë në zhdukje këto toponime. Po, të realizohet dhe një nga synimet që e përmendëm edhe pak më parë, që të jetë një projekt gjithëpërfshirës. Përpara se të largoheni, të doja një mesazh për të rinjt. Atëherë do thoja që duhet të ndiqni ëndrat tuaja dhe sidomos nëse kanë të bëjnë me flasim duke qenë se edhe projekti jon kishte toponime, ne nuk kishim aq njohuri dhe duke u marrë me këtë projekt neve kuptuam më shumë për zonën e Korçës. Po. Armila? Doja të thoja që të rinjtë në këto projekte nuk është se përfshihen shumë, por të përfshihen akoma dhe më shumë për të mos i lënë ato të kemi në zhdukje. Unë ju falenderoj shumë që jeni me mua për të gjitha informacionet që dam së bashku, edhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Kemi mbërritur në fund të emisionit të sotëm, trajtuam një temë që mendoj nuk ngelet vetëm brenda kuadrit të lëndës së gjuhës shqipe, por është mjaft e rëndësishme që të njihemi me historinë dhe kulturën e vendit tonë, gjithashtu dhe të zonave përreth Korçës. Arrita të marr shumë informacione, duke diskutuar me gjithë nxënësit këtu. Uroj që edhe ju të arrini të keni marrë gjitha informacionet e mundshme, por gjithashtu këta nxënës kanë arritur të realizojnë disa produkte shumë të mira, sidomos edhe pjesa website-it që mund të jetë e aksesueshme për të gjithë ju, për të marrë informacione ose për të dhënë informacione. Ju ftoj që të njiheni sa më shumë me përjardhjen e vendit tuaj, sepse është gjë më e mirë që mund të lëm pas edhe që mund të mësojmë brezave që do të vinë. Ne do të rikthehemi sërish të hënën që vjen në orën 17 me tema mjaft interesante. Miropafshim.